E njëjta gjë ndodh me mansturbimin. Mansturbimi gjithashtu e prish nëse domethënë kalohet në orgazm. Përse? Sepse disa kanë thënë, ka mendime që herët tek selefët edhe më vonë, por pjesa dërmuese e ulemave, duke përfshirë nga sahabët, tabinët, tabinët, 14 thebet, edhe ulemat që kanë ardhur nëpër shekuj, kanë thënë e prish agjërimin dhe masturbimi, sepse Allahu Gjelle Gjelalu në hadithin Qudsi ku thot inna sawme li wa ana ajzi bihi, agjërimi është për mua dhe vetëm unë e shpërblej atë, thot yeda'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu li, ai braktis, thot agjërusi braktis ushqimin, braktis pijen, braktis dhe çfarë? Epshin e tij vetëm për mua. Shehwetun në gjuhën arabe përfshin marrëdhënien seksuale, përfshin dhe masturbimin nga ana gjuhësore, dhe nuk ka ndonjë argument që specifikon njërin nga tjetra, atëherë përfshihen të dyja. Prandaj dhe në këtë lloj ta'lili apo arsyetimi fikhor, shumica dhe pjesa dormuese e ulemave e kanë bërë, domethënë, e kanë konsideruar agjërimin të prishur.